Agjerimi I muajit të Ramazanit është shumë I rëndësishëm, sepse është prej shtyllave kryesore të fesë islame, prej 5 shtyllave kryesore të fesë islame. Si adhurim radhitet I dyti me radhë, me njëherë pas namazit që është shtylla kryesore e fesë islame, adhurim më I madh pas namazit është agjerimi I muajit të Ramazanit. Si ndihmon agjerimi në zhvillimin e vetë kontrollit edhe disiplinës së njeriut, se fatkeqësisht të paktën në ditët ku ne jetojmë, mendoj që ka humbur vetë kontrolli te njerëzit. Ndodhin ca gjëra të çuditshme që ne shokohemi kur I dëgjojmë. Dhe doja të marr mendimin tuaj sa ndikim ka agjerimi I mban qoftë edhe larg gjërave më të gabuara që një njeri mund të bëjë. Ashtu. Agjerimi luan një rol shumë të rëndësishëm sa I përket vetë kontrollit të vetës. E kjo është shumë e rëndësishme, sepse, siç tham, agjerimin e bën për Zot. E gjithmonë e bën me besimin, me bindjen se Zoti e sheh, se Zoti e mbikëqyr, se Zoti e përcjell. Andaj ai me këtë mundohet që të largohet nga fjalët, duke filluar nga fjalët e ndyta, largohet nga veprat e këqija, të gjitha veprat e këqija, sepse ka shumë hadithe transmetime nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai I cili nuk e lën fjalën e keqe dhe veprën e keqe, nuk ka nevojë Zoti për të që ai të largohet prej hajës dhe pijes.